Detaje të shumta, informacione të shumta nga vendi ngjarjes, të falenderoj. Ndërkaq Dorentina, teksa bota është duke u përballur me tensione të rënda, mund të themi bërthamore, përfshirje të fuqive botërore, siç janë ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, krizë gjithandej, institucionet e vendit përkatësisht ende janë me udhëheqës në detyrë, ku vendi nuk ka arritur të konstituohet as pas 36 seancave, e kjo një zgjidhje për këtë situatë nuk po duket jetë as pak afër në një kohë ku po kërcënohet seriozisht paqja globale. Për diskutuar Dorentina së bashku për këtë temë si dhe të tjera në studio kem të ftuar profesorin Mazlum Baraliu. Zotri Baraliu, përshëndetje. 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 Ndërkohë me neve është edhe ish koloneli Refke Morina. Zotri Morina, kënaqësi që ju kemi sot. Ju përshëndes. Ndërkaq, në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shqipëria kemi edhe analistin Fatos Lubonja. Zotri Lubonja, përshëndetje. Përshëndetje. Po e nisim direkt me profesorin Sfari, të flasim pikërisht për këtë temën cilën unë edhe e paralamrova. Sa është e rrezikshme fakti që Kosova po vazhdon të funksionoj me institucione të cilat në krye kanë udhëheqës në detyrë tashmë, kur paqja globale deri diku po kërcënohet, kemi vatra të luftrave të hapura gjithandej, profesor? Por thënë pa ekuivoke është jo vetëm e dëmshme, e rrezikshme, por është edhe turpshme dhe pa falshme, e pa përgjithshme, situata e tillë dhe sjellja e tillë e përfaqësuesve të popullit, të cilët kanë marrë mandatin që në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit të kryejnë obligimet dhe përgjegjësitë e tyre që u takojnë, ndërkohë që ata sillen me njëri tjetrin me manierë të, do të thosha, një sjellje mesjetare të inateve dhe hatërmbetje politike, të qëllimeve të fundit, dhe ndërkohë që bota po vlon rreth nesh dhe është një rrezik global në themi horizont, madje edhe në praktik duke ndodhur për çdo ditë, këta sillen në mënyrë jashtëzakonisht pa përgjegjshme dhe do të thosha unë edhe të pafalshme dhe të dëmshme. Po, Zotri Morina? Po, unë mendoj se vota qytetarëve dhe deputetëve të gjitha partive ka qenë imediate në mënyrë që ata jo tani, po ma herët të formojnë parlamentin dhe institucionet e Kosovës, për arsye se formimi i parlamentit dhe institucionet e Kosovës ka impakt në sigurinë e vendit, në mbrojtjen e vendit, në marrëdhëniet e shtetit tonë me vendet tjera, krijon një imazh jo të mirë brenda shtetit, mos krijimi i parlamentit dhe institucioneve të Kosovës, po edhe jashtë shtetit, do të thotë shtetet të cilat na kanë njoft edhe kanë një besim në institucionet tona dhe në shtetin tonë, shtetësinë tonë, prandaj e zbehin një imazh të tillë, mos formimi i institucioneve, parlamentet e tjera, edhe në çështje sigurisë, unë mendoj se edhe brenda, po në raport me shtetet tjera, edhe me situatën në linjën e mesme, po edhe në Ukrainë e tjera, të cilat në mënyrë direkte ose indirekte kanë impakt në sigurinë e të rreshëm edhe të Ballkanit, po edhe të Kosovës tërësi, unë mendoj se parlamenti duhet është dashur të formohet, për arsye se është obligim të cilët qytetarët ja kanë dhënë me votën e lirë të gjithë tyre deputetëve. Edhe ata duhet të bëjnë çmos, pavarësisht çfarë partie politike janë, ata janë deputet të zgjedhur nga populli, nga vota e lirë, dhe ata duhet të bëjnë çmos të gjitha partie politike që të formojnë institucionet e tyre, dhe në mënyrë që çështjet e tërësishme mos të mesin pezull, edhe çështjet e sigurisë e tjera. Për arsye se ne kemi nevojë të formohet parlamenti në çështjet e sigurisë, për arsye se kemi ligjin mbi kufit, policisë kufitare, që kërkon plotësim i asaj ligji. Pastaj kemi strategjitë mbi drogën, mbi trafikimin e qenë njerëzore, edhe ligje tjera të cilat duhet të plotësohen përpos parlamentit, askush tjetër s'mund t'i bëjë këtë. Prandaj zvarritja atyre është një handicap, një zbrasi, që në mënyrë të tillë organet e sigurimit i bën jo fleksibile në situata të ndryshme në të cilat ndodhen. Prandaj unë mendoj se duhet bëhet çmos, edhe është obligim i deputetëve, për arsye se kjo është votë e qytetarëve, edhe për arsye se ata morrin edhe tonat mund nga këta qytetarë, mund nga banorët e Kosovës, duhet të
të keni keqardhje për këtë, edhe sa më shpejt të formohet institucionet në mirë të sigurisë, për arsye se këtu mos t'i jepet hapësirë pastaj edhe elementeve tjera të brendshme, të cilat rrezikojnë sigurinë e brendshme në raport me sigurinë e jashtme, në raport me shtetet tjera të cilën në mënyrë ose tjetër nuk i konvenon pavarësia dhe sovraniteti i shtetit tonë. E qartë. Për të marrë ndoshta një mendim fillestar për temën që ne po diskutojmë dhe gjitha këto çka i thanë, a pajtoni zotri Lubonja? Po, pajtohem me gjithë. Tani, nëse mund të shtoj. Po, patjetër. Do të thoja se në thelbin e vetë, kjo që po shohim është një problem i vjetër që ka të bëjë me aftësinë. Historia na ka treguar edhe më herë që ata që kanë qenë zotrinë të tokave ku banon shqiptarët, zakonisht në luftrat e gjithmonë kanë vu interesat e tyre, planeve të tyre, mbi atë që mund të ishte interesi të shqiptarë. Ta zotrinj janë kryetar partijës, po ma herët kanë qenë zotrinj feudal, apo bejlera, apo kapedal. Edhe të qenit i Shqipërisë në kufite perandorisë i ka ndihmuar këta që duhet që për interesat e tyre pasal po një kosi të kenë mundësi që të luajnë të i ka disa rregullave, po mbi të gjithë në këtë mënyrë ata kanë kuruar interesat e tyre, e interesat e gjithë popullsive kanë qenë. Pra, çështja më e thellë, çështja e kulture, që po provohet edhe sot. Tjetra që është përsëri çështje kulture, po pension nga ana i, është fakti se ne nuk kemi arritur të krijojmë atë pluralizmin të këto periudha. Gjithmonë na duhet një lider dhe duhet të kontrollojmë gjithë. Nuk mund të funksionojë tek ne me ai që është në krye, ai gjithë edhe i rreshton gjithë ton desh jashtë. Edhe ky është që paqet edhe kësaj here në këtë ngjarje, që sigurisht është në situatë dramatike, sepse Kosova ka përpara sfidat mëdha me ato çka po ndodhin, mendoj unë, dhe duhet patjetër që të kishte shumë më tepër bashkëpunim dhe të kishte shumë më tepër largpamësi. Mirë po ja që dominojnë këto prirje primitive. Po, ndërkohë, zotri Lubonja, sa e rrezikshme është një situatë e tillë për Kosovën, pra një periudhë kaq e gjatë pa institucione, ndërkohë kur kemi një shtet fqinj që rrin në këmbë, po them, për të destabilizuar vendin tonë? Ky është njëri aspekt, patjetër. Aspektet janë të shumta, aspektet e brendshme se u përmendën aty, apo jo, nevoja që ka shteti, nevoja që ka për qytetari për të ndjerë stabilitet, për të ndjerë se ka shtetin e vet dhe nuk ka një situatë kaotike, luftë të gjithëve kundra të gjithëve aty në politikë. Padyshim sfidat kryesore që vinë janë ato të jashtme, do të thoja. Kjo pafësi e shqiptarëve për ndërtu një shtet serioz, patjetër që mund të përdoret, edhe të përdoret dhe në diplomaci, jo vetëm ushtarakisht, po dhe ushtarakisht do thoja, po edhe në diplomaci, në këto situata kur po e shohim që edhe ato që quhen drejta ndërkombëtare nuk po funksionojnë shumë, po funksionon logjika e më të fortit. E nëse është puna që të drejtën e ka ai që është më i forti, unë mendoj që
një Kosovë e tillë është më e dobët se kur. Gjatë kohës që, si thush, ka qenë Kosovë, sepse më herët e din që nuk ishte Kosovë në shtep, domethënë, por ama është më i dobët se kur dhe në pozitat më të këqija se kur për vetë ato që mund të dizenjohen nesër të papritura që i parashikojmë dhe nuk i parashikojmë dot. Ndërkohë, profesor, pajtoheni me Lubonjën kur thotë se tani Kosova është, po them, më e dobët se kur? Po, pa tjetër, absolutisht në tërsi pajtohem me atë që tha zoti Lubonja, me të drejtë, dhe ne jemi terra incognita, ne jemi një territor i pa njohur, si shtet, as nga Bashkimi Evropian dhe as nga Bashkia Ndërkombëtare, themi organizatat ndërkombëtare, siç është Organizata e Kombeve të Bashkuara, madje edhe në organizata të specializuara nuk kemi arritur që të pranohemi pikërisht për shkak të komplotit, do të thosha unë, ose një lloj averzioni që shtetet e caktuara dhe jo pak, madje hera herës edhe ato që na kanë njohur si shtet pavarur, nuk kanë dhënë votën e tyre për të u antarësuar. Pra, ne jemi një shtet i brisht, i pa konsoliduar, i pa përfunduar si projektit, si i tillë, dhe sidomos në planin ndërkombëtar, po edhe në planin e brendshëm, çdo gjë funksionon me brishtësi dhe do të thosha animozitet hera herës ndaj njëri tjetrit në kuptimin e forcave politike. Pra, me të drejtë, zoti Lubonja thotë që ne po dëshmojmë që nuk jemi të përgatitur, do të thoja të aftë, po gjithsesi jo të emancipuar, kuptimin e ndërgjegjësimit për rëndësinë e shtetit, që të ndërtojmë një shtet dhe ta konsolidojmë atë më mirë. Aq ma keq, madje edhe në planin nacional, në planin bashkëkombëtar, nuk është që jemi për të lavdruar me relacionet fani që kemi me njëri tjetrin dhe me forcat politike që qëndrojnë aktive në trojet shqiptare, edhe me shtetin nam, kështu që po është e vërtet që me këte ngërç që po e krijojmë, po tregojmë mungesë të kulturës politike, të rëndësisë, të emancipimit dhe të vlerësimit të rrezikut potencial global që kemi, po edhe nevoja imediate për të konsoliduar, për të themeluar institucionet në mënyrë që kontratat, marrëveshjet ndërkombëtare janë mbi 9 marrëveshje që në legjislaturën e kaluar opozita nuk ja ka votuar me qindra miliona vlerë parlamentit, pastaj kemi tani planin e rritjes mbi 880 milion euro që po Serbia ka filluar ta marrë atë pjesë të granteve. Ne ndërkohë për shkak të këtyre animoziteteve dhe ndërskëndësave politike që po ja krijojmë njëri tjetrit në mënyrë siç e thash më parë, fatkeqësisht mesjetare, po pengojmë vetveten që të shkojmë përpara dhe të konsolidohemi, të kemi një unitet dhe një konsensus, madje edhe një qendrim kombëtar shtetëror në relacion me sfidat që kemi edhe brenda dhe jashtë vendit. Qartë, zotri Baraliu. Kolonel, flasim pak sepse nuk kemi si t'i ikim tensionet cilat po ndodhin në përbot, e cilat fakt po thuaj se secili shtet po mundohet që të gjejmë mënyrën se si t'ju largohet destabilitetit vendit tyre nga këto tensionet cilat janë në botë. Kur po flasim për këtë, po besoj që jemi gjithë pajtimit që është koha që partitë politike të marrin më seriozisht gjithë situatën e cila po ndodh, mirë po sa mundet me ndiku ndoshta krejt përkeqësimi i kësaj situatës në situatës ndërkombëtare për shkallëzimin e tensioneve ndoshta edhe në veri të vendit. Kjo ndikon jo pak po shumë. Sepse tashmë nuk e kemi vëmendjen e ndërkombëtare. Situata në lindjen e mesme Ukrainë, edhe situata tjetër që mund të ndodhin, edhe situata tjera globale, ndikojnë shumë në situatën në Ballkan, po sidomos në Kosovë. Për arsye se kemi një shtet të posaformuar, të brisht, me institucione çfarë kemi, dhe unë kërkoj nga deputetët që t'i lënë inatet politike, ta kryejnë detyrën e vet për çfarë edhe janë votuar nga qytetarët. Gjithashtu duhet të ketë kujdes për arsye se kjo zbrasir e mos krijimit të institucioneve tona. A mund shfrytëzohet? A mund shfrytëzohet kjo? Mund shfrytëzohet nga elemente të ndryshme edhe të brendshme, çështje të sigurisë brendshme, të elementeve të lidhura me jashtë,
me sigurinë, gjithashtu kjo ndikon edhe në buxhetin e disa agjensive tona të policisë, të ushtrisë, për arsye se buxheti shkon nëpërmes Parlamentit të Republikës Kosovës. Gjithashtu edhe të ornave ose ndihmave të cilat i jep Bashkia Ndërkombëtare ose Bashkia Evropiane, ato duhet shkojnë nëpërmes Parlamentit të Republikës Kosovës. Prandaj gjitha këto janë pengesa. Ne kemi në çështje të sigurisë, ne kemi menduar se do të formohet parlamenti, do të formohet institucionet tona, do të bëjmë kërkesë të jemi pjesë e Europollit dhe Interpolit, e dy mekanizmave të sigurisë, të cilat vazhdimisht do të thotë nëpërmes një zyre ndërlidhëse, nëpërmes Uleksit na ndërlidhur me ta, por të kemi ndërlidhje të drejtë për drejtë, për arsye se kemi një polici, kemi ushtrinë, kemi institucionet tona të cilat janë mjaft profesionale, prandaj na takon një gjë e tillë, prandaj për hir të kësaj që institucionet e sigurisë, policisë, të ushtrisë, edhe institucionet tjera të jenë me profesionalizmin e vet, ma kredibile, jo vetëm drejtorinë e Kosovës, po të bashkëpunojnë edhe me shtetet tjera, Bashkisë Evropiane, siç kemi bashkëpunuar deri tash, të formohen institucione parlamenti e tjera. Po një anë edhe ndikesa edhe forcimi i shtetit në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare, në raport me krizat në lindjen e mesme, në Ukrainë, për arsye se edhe ato ndikojnë edhe në aspektin financiar, rritja për shembull e naftës, e çmimeve, e tjera. Gjitha këto janë ato presionet e mbrëmshme të cilat popullata është duke i vujt shpirtnisht. Prandaj kjo duhet të vërehet nga deputetët të cilët një zgjedh. E qartë. Zotri Lubonja, si shihni ju, mund shfrytëzohet një situatë e tillë kur po flasim për tensionet të cilat janë atje në lindjen e mesme dhe vatra tjera të luftës të cilat janë pothuajse gjithandej edhe në një kohë ku po kërcënohet paqja globale, mund shfrytëzohet kjo mungesa vëmendjes së ndërkombëtarëve ndaj Ballkanit, për shembull, konkretisht ndaj Kosovës, nga Serbia, të themi, për një përshkallëzim të mundshëm në veri të Kosovës ose diçka të ngjashme? Mendoj se së bashku me këtë duhet kemi parasysh edhe një gjë që lufta në Ukrainë duket se ka dalë dhe ajo pak jashtë vëmendjes në favor të politikave të Putinit. Si që dim, këtu duhet i kthehemi pastaj edhe raport Serbia me Rusinë, pra janë mbështetur. Dhe nga ana tjetër kemi i cili pikërisht ndoshta edhe pse kanë shpërthyr këto konfliktet në lindjen e mesme, edhe për këtë, po edhe më herët ka raporte shumë të mira me Putinin. Pra, në këta aspekt mendoj që ato projektet e famshme që ta zgjidhin çështjen duke kuar një pjesë apo si jalla për veriun për mund të bëhen më konkrete, besoj. Dhe për gjithë këtë duhet të jetë përgatitur politike, sepse kanë as fuqi këta përshëndet të gjë që bëhet, një qytet i dobët, se ana tjetër ta lidhë kemi ne, janë edhe vasal, nuk kanë forcë pastaj, jo këtu, jo atje. Në këtë aspekt mendoj që është situatë goxha e dobët, si të thënë herët, për Kosovën, veçanërisht pikërisht port me atë rrezik që paraqitet të sakrifikohet një pjesë, po Trumpi siç e pate këtë përmend më herët ato deklarimet e veta që rregullova paqen midis Serbisë, kishte si mburrje, në fakt paqen ishin luftë Kosova, ishte atë konfliktin do të merret edhe më tutje me çështjen e Kosovës dhe Serbisë. Pikërisht edhe besoj se kur tensionet janë duke u përshkallëzuar në lindjen e mesme, mendon se realisht ekziston mundësia që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mirën më intensivisht me këtë pjesën e raportit mes Kosovës edhe Serbisë? Po, unë shpresoj që do të qetësohen pak edhe në lindjen e mesme, gjithsesi, siç pam, sepse Trumpi është i paparashikueshëm, sot thot një gjë, mas 2 minutash thot një gjë tjetër, kuptohemi,
u duk sikur kanë arrit një marrëveshje për armë pushimi, si edhe mund qetësohen situatat, edhe pse tashmë duket si, po them në thonjza e zgjidhur pak çështja, sepse Irani është dobësuar shumë sa s'përbën rrezik, do thoja unë për perandorinë. Në aspekt mundet çdo gjë të ndodhi, kuptohet, nuk parashikosh, por çështja e Kosovës dhe Serbisë do të jetë përsëri në agjendë, do të jetë në agjendë. Edhe një plan politike shqiptare të jetë përgatitur për gjërat që mund vinë, që gjithën më së shumti edhe me mbylljen e konfliktit në Ukrainë, do thoya unë. Problemi është a do mbyllen apo hapen këto konflikte dhe unë shpresoj që do të mbyllen, por jam I sigurt të them me amendit se po të hapen akoma më keq për Ndërkohë, zotëri Livonja, apo e marrim si Kosovë, po them, të mirëqen faktin që kemi mbështetje ndërkombëtare, kemi praninë e KFOR-it këtu, pasi e pam dhe një deklaratë të fundit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në summit, ku tha se atje edhe ku po pritet të nënshkruhet marrëveshja pra të vendeve të NATO-s për mbrojtje në rast të sulmit të njëra tjetrës, por tha që edhe vendet të cilat nuk janë anëtare të NATO-s do ta kenë mbështetjen. Këtu e përmendi edhe Kosovën. Apo e marrim ne si të mirëqen gjithmonë këtë situatë ku jemi gjithmonë të mbrojtur edhe nga prania e KFOR-it këto? E drejt. Mendoj që mbetet ende në fuqi, por mjaft të rrezikuar, sepse siç e dimë idet për të tërhequr trupat amerikane, për t'i çuar diku në Azi më shumë, gati për dal nga NATO, sot ka një takim të rëndësishëm, të shikojmë se çfarë do vendoset atje, ku ka shkuar dhe Trumpi, me sa kam lexuar, lidhur me të ardhmen e NATO-s, sepse edhe ardhmja e NATO-s nuk është më aq e sigurt, aq më tepër duke patur parasysh se edhe brenda NATO-s ka dhe divergjenca të mëdha. Ti ke një vend si Turqia që është në NATO, apo jo, që ka qëndrime krejtësisht kundërta për atë çka bën Shtetet e Bashkuara, supozojmë edhe mbështetjen ndaj Izraelit për punën e sulmit ndaj Palestinës, po dhe sulmit ndaj Iranit. Pra, nuk është më ai konsolidimi, nuk ke më atë sigurinë e plot që këtu je I mbrojtur se je në NATO, mendoj. Është momenti ndoshta më I dobët edhe I kohezionit brenda NATO-s. Ndërkohë, profesor, si e pat ju edhe këtë deklarim të sekretarit të përgjithshëm ku tha se Kosova do të jetë e mbrojtur nga NATO, pritet që të mërkurën të nënshkruhet një marrëveshje mes shteteve anëtare të NATO-s që nëse preket njëra do të sulmojnë tjerat për të, pra një për të gjithë dhe të gjithë për një në këtë aspekt, apo ka që përdorim një farë mënyrë dhe porrim si menjan, duke qenë se kemi mbështetjen e KFOR-it? Porimi kryesor, jetësor, çdo qenje, posaçërisht njeriut dhe shtetit, si kreatyrë mendjes njerëzore të formës më të lartë të organizimit, është që të jetë në çdo situatë I gatshëm që të mbrojë vetveten. Shembulli më I ri I Iranit, një regjim I caktuar që ka 79 mos gaboj, e këndej cili me pompozitet dhe metoda të ndryshme, por si duket jo adekuate, ka zhvilluar aktivitetet për vetë mbrojtje dhe për të siguruar mbrojtje dhe bërthamore, del që na shërbesi leksion të gjithve, veçanërisht neve, po flas për Kosovën, në kontekst që të jemi në çdo minutë të vetëdijshëm për rreziqet që ne mund t'i kemi dhe I kemi, realisht. Rikujtoj shikuesit tuaj të nderuar që në vitin 2004, po prania e forcave ndërkombëtare të NATO-s këtu përmes KFOR-it, në një shumësi të madhe, disa dhjetra mira, 48.000 mos gaboj unë kanë qenë, por që shprehen paacinë e tyre për të ballafaquar me reagimin e turmave. Rasti I Banjës tregon po ashtu shembullin e dytë që KFOR-i, prania e KFOR-it pra përmes NATO-s në Kosovë, ka dëshmuar shkallën më të ultë të vetdijes dhe të, do të thosha unë, vigjilencës, për arsye se kemi një agresion shtetëror të organizuar
nga strukturat shtetit të përkrahur shumë fish dhe drejt për drejti dhe në mënyrë indirekte me të gjithë arsenalin e mundshëm të armatimit e Serbia ka mjaft, fatkeqësisht që ne duhet mbështetemi në forcat tona, gjithsesi aleancat janë jashtëzakonisht rëndësishme, patjetër që duhet bëjmë përpjekje që të avancojmë në planin e përmbylljes atij 10 vjeçari për të konsideruar ushtria jonë e barazvlefshme me ushtritë e NATO-s, por NATO-ja vetë si e tillë është në krizë, NATO-ja vetiu ka divergjenca të mëdha dhe pa përputhje. Ky plani që është para për këtë summit, që domosdoshmërisht 5% të GDP-s të jetë nga çdo shtet të ndara për ka buxheti për të armatosur, flet për një mbivendosje, sidomos administrata Trumpit çfarë është, pastaj humbja e vlerave dhe parimeve nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe karta e saj dhe parimet e Jaltës janë çrregulluar, kemi një shturje totale të sistemit të vlerave, kemi një ndryshim të rendit ri botror dhe rendit i Jaltës i cili siguroi kaq dekada siguri. Pra ne duhet gjithsesi të bashkëpunojmë, të marrim parasysh si të mirë qena dhe të mirë se ardhura gjitha vendimet dhe mundësinë e përkrahjes, sepse është interes strategjik i NATO-s, pikërisht mbrojtja e Kosovës nga armiqtë që ka rreth e rrotull, por ne duhet po ashtu të aftësohemi dhe të armatosemi për arsye se rreth nesh jo vetëm Serbia, po edhe Malizi madje dhe Bosnia dhe Maqedonia, gjitha shtetet armatosen dhe po armatosen fuqimisht për të përballuar rreziqet dhe krizat potenciale. Po, Morina, sa ka gjasa që Kosova të mbetet e papërgatitur, pra të gjendet në një situatë ku është e papërgatitur për sfidat që po vinë, krahasu me gjithë ngjarjet që po ndodhin në botë dhe po ndryshojnë minut pas minuti, janë zhvillime të shumta. Nëse shqetësohet ngjarjet të rëndësishme në Ballkan, në Evropë, në lindjen e mesme dhe më gjerë, unë mendoj se pavarësisht nga ajo rolit që ka KFOR-i, EULEX-i në Kosovë, ne duhet të i forcojmë institucionet tona, sidomos ushtrinë tonë, forcat armatosura tona, të lidhim marrëveshjet përbashkëta të bashkëpunimit me shtetet e Ballkanit, siç është rasti me Shqipërinë, Kroacinë e tjera, për ndihmë reciproke. Unë besoj se ky bashkëpunim duhet të zgjerohet në Ballkan, edhe me shtetet tjera, po edhe më gjerë. Gjithashtu duhet forcohet edhe institucioni i sigurisë, rendit dhe qetësisë, dhe në mënyrë që mos të bazohemi vazhdimisht në faktorin e jashtëm, me faktorin ndërkombëtar, por ta kemi faktorin e brendshëm, i cili është i aftë në raste agresioni ose formave ndryshme, të cilat mund të vinë nga Serbia ose ndonjë shtet tjetër që ka qëllim agresion ndaj Kosovës, të jemi në gjendje të i përballojmë. Këto bëhen do të thotë me fondet posaçme nga institucionet tona, me bashkëpunim me shtetet të ndryshme, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani veç ushtria jonë do të thotë kryen trajnime të vazhdueshme atje, shkollohet atje, edhe në Gjermani, edhe në Shtetet e BE-s, po unë mendoj se duhet të forcohemi në atë mënyrë që të lidhim një aleancë përbashkët me shtetet e Ballkanit, me shtetet në mënyrë që në rast rreziku të jemi kompakt edhe në Ballkan, edhe në Evropë, edhe më gjerë. Unë mendoj se duhet ta bëjnë institucionet tona, duhet të marrin iniciativat të vazhdueshme që të kemi një ushtri me standarde evropiane, të kemi një polici me standarde evropiane, profesionale e tjera, edhe për arsye se rastet e tilla po zon pas lufte veriu do të thotë vazhdimisht do javë gjejmë arsenalet ndryshme armësh atje, do të thotë vazhdimisht kufit me Serbisë kanë qenë të brisht, edhe përkundër asaj që kemi pas KFOR-in, EULEX-in, ato armë kanë depërtuar nëpërmes kufire ose rrugës ilegale. Shpeshherë kemi pas deputetën britaneze e cila ka thonë se keni kujdes se edhe me automjetet ndihmës së shpejt ju vinë po hynë armët në Kosovë. Pra, duhet dikush nga jashtë na tregoj neve se si armatosen forcat e ndryshme terroriste e tjera, prandaj duhet ngritet. Institucionet tona duhet ngriten, pavarësisht se kemi KFOR-in, EULEX dhe institucionet tjera ndërkombëtare, duhet të jenë në nivelin e duhur, në mënyrë që të mbrohet vendi dhe institucionet tona ta kryejnë punën konform kushtetutës dhe ligjeve tona përkatëse.
Ndërkohë, Lubonja, edhe një pyetje për fund, me qenë se jemi krejt në fund të kohës së rezervuar për këtë pjesë. Çfarë prisni të ndodhë tutje, megjithatë se çfarë kemi parë, janë 36 seanca, a prisni që shumë shpejt të zgjidhet ky ngërçi politik në Kosovë? Nuk e di se sa ndikon ky presioni që duhet ketë nga shoqëria civile, sidomos klasa politike shqiptare, sa e fort është, besoj se duhet aktivizohet më fort shoqëria civile dhe opinioni publik për ta zgjidhur këtë, për të kapërcyer, si më thënë ato që thash më herët. Dhe besoj se i dëgjova të dy parafolësit lidhur me armatimin, me luftën, unë personalisht nuk jam shumë partizani i armatimeve dhe i luftrave, por mendoj që duhet punohet shumë më tepër, edhe duke ndërtuar si tham një shtet sa më të hapur, sa më demokratik, dhe një shtet që nuk kultivon armiqësi ose s'mbështetet në politikat e armiqësisë, por shfrytëzon gjithë urat e mundshme për të normalizuar edhe marrëdhëniet me Serbinë, do thoja unë, në kuadrin evropian. Në këtë aspekt besoj se këto janë më të rëndësishme ndoshta edhe se sa armatimi, sepse gjithsesi Kosova do ta pranojmë që është një shtet i vogël, i Prishten nuk mund të ketë kohë për të forcuar, për të përballuar ndoshta nuk e di, po. Por duhet shumë më tepër seriozitet, aftësi diplomatike, aftësi, domethënë, për të imponuar jo thjesht me forcën e armës, si më thonë, por edhe me dinjitetin e shtetit, me politika sa më të shëndosha dhe largpamse dhe brenda një fryme europiane që besoj se në thelbin e vet përsëri është një Evropë e paqes, nuk është një Evropë e armatim, edhe se po flitet kaq shumë për armatim sot, ka dhe shumë që kundërshtojnë idenë e armatimit, s'është armatimi mjeti më i mirë për të siguruar paqen, por është vetë lufta për paqen. Lubonja, të falenderojmë shumë që ishe sot me neve. Edhe juve. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Zoti Barali, vetëm të jemi të përmbledhur në krejt në fund. Asaj që u falë për kvori fatkeqësisht një periudhë të caktuar ja ka kontraktuar mbrojtjen e kufirit mes Kosovës e Serbisë, ushtrisë së Serbisë. Dhe kjo ka qenë evidente për arsyet dhe qëllimet që ata i kanë, qofshin ato politike ose komerciale. E dyta, mos reagimi kur thjesht e ka gjymtuar në skinë se trazira në fakt aksionet të vepruar nga shteti i Serbisë dhe Rusisë në veri kur mbi 90 ushtarë të kforit janë dëmtuar dhe nuk është reaguar me fuqinë argumenteve dhe fuqinë e fuqisë, flet shumë. Ndërka sa i përket çështjes së doktrinës armatim paq, ne kemi përjetuar 4 gjenocide nga Serbia dhe dim fare mirë se çka na gjen, në qoftë se nuk jemi të gatshëm dhe të aftë për të mbrojtur. Ne tashmë nuk jemi në 99-ën, du ta kuptoj secili, edhe andej kufirit edhe këndej, që ne kemi nevojë për një shtet i cili mund dhe duhet ta mbrojë veten. Gjithsesi shoqëria civile mund ta luajë rolin e vet, por shteti është ai që në konstelacionet edhe ndërkombëtare dhe vendore, varësisht për rreziqet ekzistojnë. Europa po mbrohet dhe po përgatitet me bunkere për luftë. Europa sot vendos në organizuar në NATO për të shtuar 5% pikërisht për armatim. Europa ka ndarë mbi 100 miliard, jo 100, po 1.000 miliard mjete për të armatosur që t'i bëj ballë luftës eventuale që sipas shënimeve të organeve të sigurisë tyre, të inteligjencës mund të pritet në vitet e ardhshme nga dikush. Pra ne nuk mund të rrojmë dorë kryq dhe duhet paralelisht me diplomacinë që duhet jetë dukshëm më ngritur dhe konsoliduar edhe këtu edhe në Tiranë, do duhet gjithsesi që të mendojmë për mbrojtjen e vetvetes, sepse janë sprish ekuilibrat, nuk ka më paqe, marrëveshje, Jalta ka mbaruar. Do ta kuptojnë të gjithë, pra fuqia e të fortit dhe atij që imponon prish çdo ekuilibër. Shkurtimisht për fund. Ndoshta vazhdimisht kosovarët dhe ne shqiptarët e Kosovës, po
gjithë kosovarët jemi mundu edhe mundohemi që të ketë paqë, jo vetëm në Kosovë, por në Ballkanën më gjerë. Por fëqiu e ynë na imponon një gjë të tillë, me lëvizjet bashkëdimisht të trupave ushtarake, me kërcënimet bashkëdueshme e tjera, na duhet jemi në gjendje të mbrohemi. Ne nuk po armatosemi ta sulmojmë askënd. Na armatimin, formen, profesionalizmin ton e bëjmë që të mbajmë rendin dhe qetësinë publike edhe situatën në kontroll. Në rast sulmi, ne duhet të jemi në gjendje të mbrohemi. Edhe përket institucionet tona duhet kujdesen për ushtrinë tonë, për policinë tonë, që të jemi të aftë të mbrojmë kufit tonë dhe institucionet tona. Zotri Morina, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit Aliu, jush. faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën, ndërkaq është koha të ndrojmë komplet